Pas shpalljes së koalicionit, Partia Demokratike pritet të zyrtarizojë listën e kandidatëve për deputet për zgjedhjet e 11 majit. Partia që solli pluralizmin pas 33 vitesh është katandisur në një mozaik grotesk, ku janë bashkuar komunist dhe ballist, çam dhe grek, politikan që ndodhen në burg për korrupsion dhe kandidat për burg, persona non grata, trafikant, spekulant, falsifikator, spion, budallënj dhe analfabet me gradën doktore të tjerë. Personazhe njëri më qesharak se sa tjetri janë bashkuar në sloganin Shqipëria madhështore, një përpjekje qesharake për të kopjuar sloganin e Donald Trump, ta bëjmë Amerikën të madhe përsëri. Fytyra e këtij koalicioni është padyshim treshja e kërpëratës Selami Enisheri, Kujtim Gjuzi dhe Kostaq Papa, të cilët Josefina Topalli i quante karnavalet e Lulzim Bashës. Vota nuk kanë, por budallallëku që do t'i japin koalicionit është i pamat. Koalicioni i humbjes madhështore nuk do shkëlqente pakatërshën e doktorëve Gjingjoni me gradën doktor, pa arsimin e lartë, Xhelal Mziu me titullin doktor që nuk di të lexoj, Flamur Noka, të cilit nga nisja e arsimit të lartë janë dashur 16 vite për të bërë doktor onkolog, si dhe Klevis Balliu, analfabet i shkolluar në Londër dhe me një libër të votuar, të cilin dyshohet se ja ka shkruar Fari Balliu, spiuni ish sigurimit të shtetit me pseudonimin Këndezi. Klevis Balliu, i cili pritet jetë kandidat për deputet në listën e sigurt, u bë i njohur me gabimet e pafundme drejt shkrimore që e bën të etiketohej si analfabet në rrjetet sociale. Balliu nuk di të shkruajë as emrin e tij, nuk e di as se emrat nisin me shkronjë të madhe. Në një organin politik të Sali Berishës janë futur greku Vangjel Dule dhe çami Shpëtimi Drizi. Ky i fundit po ndërton disa kulla nëpër Tiranë kamufluar në emrin e të birit. Ilir Meta nga burgu do të jetë pjesë e listës së sigurt të PD-s, duke e sfiduar SPAK-un, dhe mbi 70% të shqiptarëve që besojnë te SPAK. Teksa Meta garon nga burgu, pjesë e listës së PD-s janë edhe disa kandidatë për burg, si Belind Kolliçi në nënhetim nga SPAK për falsifikim dokumentash dhe mos deklarim pasurie, Flamur Noka në nënhetim për pastrim parash, Edmond Haxhinasto si pjesë e dosjes së korrupsionit Metës, Luan Baçi në nënhetim për pastrim parash, Bart Spahia i pandehur nga SPAK, Fatmir Mediu në proces gjykimi për Gërdecin dhe vetë Sali Berisha i pandehur për korrupsion, si dhe në nënhetim për 21 janarin dhe Gërdecin. Siç raporton Prapaskena, pjesë e koalicionit të Sali Berishës janë edhe dy ballistët Adriatik Alimadhi dhe Artur Roshi bashkë me kreun e legalitetit Shpëtim Axhani. Kjo treshe është në një koalicion me Dritan Shehun, komunistin e thekur, i shfaqur në krahët e Enver Hoxhës dhe Ramiz Alis si pioner i aksionit të vitit 1967 për shembjen e kishave dhe të xhamive. Kreu i koalicionit Sali Berisha vjen nga Oxhaku i Nexhmia Hoxhës, varka e familjes Hoxha dhe kthinat e Ramiz Alis, si një nga njerëzit më të flaktë të kupolës komuniste, i shpallur nën grata nga SHUBA dhe Britania e Madhe, i pandehur nga SPAK për korrupsion. Pjesë e koalicionit janë edhe disa personazhe të tjerë me vula, por pa partitë dhe pa adresë, të cilët shpallen her pas here në kërkim nga KQZ, si Gjet Ndoi, Gjovalin Shqalshi, Nikolin Staka, Ylber Valteri, Zef Shtjefni, Mihil Gecaj, Dimitër Muslia, Rivelino Çuno, Muharrem Doda, Vasil Sterjovski e të tjerë. Partitë fantazm të këtyre personazheve janë rreshtuar nga Berisha për të krijuar idenë e një koalicioni madhështor.